Në mjedis të këshillit të qarkut Shkodër zhvillua takimi prezantues i projektit Zërim e ardhmja ime me synim ofrimin e shërbimit logopedis për fëmijët në rrezik social. Takimi mblodhi përfaqësues të institucione vendore, profesionistë e fushës sociale dhe arsimore, si edhe aktorë të tjerë. Duke ofruar shërbimet e specializuar të terapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevojë reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne vlera e kësaj nisme qëndron në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson, ku institucionet publike dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijojnë mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti, ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli i Qarkut Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nismë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të ritheksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale. Projekti parashikon vetëm zhvillimin e seancave logopedike, por dhe përfshirjen e aktive të prindërve dhe kujdestarëve përmes sesioneve informuese dhe materiale mbështetëse, me qëllim forcimin e rolit të familjes në procesin e zhvillimit komunikues të fëmijës. Deri në dhjetor të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vinë nga familje që jetojnë situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesit privat. Dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vinë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimit familjes. Numri fëmijëve me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar orë logopedike. Terapia kërkon vazhdimsi dhe seanca të rregullta. 1 ose 2 seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndërhyrja e hershme jep rezultate më të mira. Gjithashtu, më shumë orë do të thotë progres më i shpejt dhe më i qëndrueshëm. Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoh që edhe Këshilli i Qarkut qoftë edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jonë është që të sigurohemi që mujt në vazhdim, pra pas këtyre 8 muajve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimsi. Projekti Zërim e ardhmja ime përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt krijimit të mundësive të barabarta për çdo fëmijë, duke kontribuar në zhvillimin e potencialit të tyre dhe në ndërtimin e mjedisit me gjithëpërfshirës dhe mbështetjes në Qarkun Shkodër.